إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ato falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, dëshiroj që këto fjalë të shkurta në këtë hutbë të shkurtë sot t'i ndëgjojmë me vëmendje të madhe dhe me meditim të thellë, duke u munduar që të I kuptojmë na dhe ta marrmi mesazhin e kësaj dite, edhe gjithashtu ta përcjellim te dashamirët tonë, te familjarët tonë dhe te ata të cilët I audomi hajrin dhe mirësinë, për arsye se o vëllezër, jemi në prag të një zotërie të madh, I cili me të vërtetë është I mbushur me virtyte, është I mbushur me vlera dhe me mirësi dhe me shumë dhurata të mëdha, si dhe me përgëzime të mëdha, e ai padyshim është zotëria I gjithë muajve të tjerë, ashtu sikur që na përshkruajti sahabiu I ndershëm I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, I cili tha se sayyidul ayami yawmul jumu'ah wa sayyidush shuhuri shahru Ramadan, zotëria I gjithë ditave të tjerave, tha është dita e gjumo, kurse zotëria I gjithë muajve tjerë, tha është muaji Ramazan. O vëllezër, na vetëm që nuk kemi hyrë në këtë muaj të begat, në këtë muaj të madh të Allahut xhalla xhelaluhu, I cili me të vërtetë është një zotëri I madh me plot virtyte të mëdha dhe me begati të mëdha, lumë për atë që Allahu xhalla xhelaluhu ja ka zgjatur jetën atij, që ai ta arrin këtë muaj të madh e të ndershëm të Allahu xhalla xhelaluhu, për arsye se a thua ndonjëherë të ka shkuar në mend që ta pyetish veten tënde se çfarë madhështie ka arritja e këtij muaji të begatshëm, çfarë vlere dhe çfarë madhështie ka shpërblimi I veprave të mira të cilët bëhen në këtë muaj, kur të gjithë gëzohen dhe të gjithë përgatiten që ta mirëpresin këtë muaj, vallë a thua unë dhe ti jemi në përgatitjen e mikpritjes së këtij zotëriu të madh, I cili vjen nga ana Allahu xhalla xhelaluhu që të na viziton, apo mos vallë jemi neglizhent dhe ende nuk jemi të përgatitur që ta mirëpresim këtë muaj të madh o vëllezër, për të cilin e ndëgjojmë dhe nuhatim erën e saj, por sa unë dhe ti jemi të përgatitur që na ta mirëpresim dhe ta nderojmë këtë muaj, I cili me të vërtet vjen me dhurata të mëdha dhe me mirësi të mëdha, me vlera dhe me përgëzime. Edhe padyshim se nëse të lajmëron dikush se do të vjen ndonjërit prej nesh, nëse I thot një zotërius ton që do të vjen dikush I madh ndonjë I qeverisë,
apo ndonjë princ, apo ndonjë udhëheqës i madh i botës, padyshim se ai dhe gjithë shtëpia e tij do të mobilizohen me fëmijët e tij, gra e fëmijët e gjithë, me java përpara që ata ta mirëpresin dhe ta nderojnë atë musafir të çmuar që do t'ju vjen, se nuk është njeri thjesht. Nëse lajmërohet fshati jonë se do të vjen dikush shumë i madh në xhamin ton, e do të vjen në filan xhamin dikush shumë i ngritur dhe me vlerë, të gjithë t'u bohen që të shkojnë ta presin, bile shkojnë dhe shumë më herët në xhami për ta mirëpritur atë dhe për ta nderuar atë. Vallë si është gjendja me nderimin dhe mikpritjen e zotërisë dhe musafirit të Allahu xhelle xhelaluhu, që Allahu xhelle xhelaluhu këtë muaj nuk e bjen o vëllezër vetëm se mëshirë për ne dhe shkak i shpëtimit ton, shkak i faljes ton dhe shkak i ngritjes ton dhe vlerës ton. E ai i cili e neglizhon këtë muaj, me të vërtetë se është i privuar nga mirësitë e këtij muaji të cilët Allahu xhelle xhelaluhu i ka veçuar dhe i ka dalluar, të cilët jepen vetëm në këtë muaj. A thua, nëse unë dhe ti do të ishmi qenë të privuar, si do të gëzoshim në ditën kur të gjithë gëzohen? Aja ke bërë ndonjëherë pyetjen vetvetit? A ju ka shkuar ndonjëherë në mend që t'ja bëni një pyetje vetit e me thonë, çfarë madhështie ka vetëm arritja e këtij muaji? Dhe çka dan të thotë të jesh i privuar nga ky muaj? Të arrish muajin e Ramazanit, të ta mundson Allahu të arrish, të ta zgjat jetën, e pastaj ti mos t'jesh nga ata të cilët fiton. A e dini se çka da me thonë vëllezër, që ta arrish muajin e Ramazanit dhe ta agjerojsh atë e ta shfrytëzosh atë? Dëgjoni këtë ngjarje të mahnitshme dhe të çuditshme, të cilën e transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Majah nga Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu. Tha se erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy burra ta pranojnë islamin njëkohësisht te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kur erdhën ta pranojnë këto dy së bashku, njëri prej këtyre ishte shumë i zellshëm në punë dhe aq shumë bënte vepra të mira dhe adhurime, sa që kur erdh koha një herit që të del në një betejë prej betejave me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ai pastaj në atë luftë të bjen shahid dhe të mbytet. E pastaj i tha këtij shokit, këtij tjetrit, ja zgjati Allahu xhelle xhelaluhu jetën edhe një vit pas, e pastaj vdiq dhe ky shoku i tij. Por Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu tha një natë poshtë një ëndër, tha sikur që shet dikush në ëndër aq shumë diçka çuditshme, dhe sikur unë ishna në skaj të derës së xhenetit. Dhe kur u ndalet te deri i xhenetit, tha kur unë i takoj këto dy burrat të cilët erdhën te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pranuan islamin, dhe ky i cili jetoi një vit pas, tha kur i shoh të ndalur te dera e xhenetit, tha del një melaçe nga brenda xhenetit dhe pastaj i jep leje që të futet në xhenet këtij i cili vdiq një vit më vonë se ai i cili dhe luftoi ai zellshmi dhe ra shahid dhe ra dëshmor te Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe Talha ibn Ubaydillah po e vëzhgon në vëllezër këtë ngjarje me habi, e duke thonë si mundet njeriu i cili ke më i zellshëm e të vdesë dhe shahid, e pastaj këtij tjetrit të jepet përparësi për më u futur në xhenet para këtij. Tha në këtë habi pastaj del me laçe dhe e merr këtë tjetrin, i jep leje për më u futur në xhenetin e Allahu xhelle xhelalu. Tha kur unë mbeta i shtongur, tha doli dhe më tha ti kthehu se ende nuk të ka ardhur leja për të u futur në xhenetin e Allahu xhelle xhelalu. Tha më doli gjumi kur u zgjova me këtë habi dhe me këtë çudi o vëllezër. Talha ibn Ubaydillah tha filloi t'ju tregon sahabeve të pejgamberit të Allahut se si po me ngjarjen e këtyre dy burrave derisa arriti lajmi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A dini o vëllezër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i pyeti sahabët kur e pa se ato po çuditën dhe po habiten, po mahniten me këtë ëndër të Talha ibn Ubaydillah, me këtë ngjarje, me këtë lajmërim? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min ayi zalika ta'jabun, nga cila prej këtyre, nga çka ju po mahniti, nga çka po çuditi? Tha noi dërguari Allahut, ky më i zellshmi, edhe ky dhe vdiq dhe shahid, e pastaj këtij tjetrit një vjet pas ti jepet përparësi, më u futur në xhenet para ti, me të vërtet diçka e çuditshme. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër, dëgjonja se si përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha a nuk është ky njeri
Elejse qad mekethe hadha ba'dahu sana, a nuk ngeli ky, nuk qëndroj pas ti dhe një vit, sikur të kishte thonë qëndroj një vit u kuptua, por e theksoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë që është e madhërishme shumë dhe vlefshme shumë, që të ta mundson Allahu të arrish, tha pejgamberi sallallahu me theks, wa adraka Ramadan fasama, dhe e arriti Ramazanin edhe agjeroi ata. Kitë theksoi pejgamberi sallallahu, tha ky që jetoi një vit pas, ky jetoi një vit pas ti, edhe plus e ka arritur Ramazanin dhe agjeroi ato, punoi me to, e shfrytëzoi ato. A e di çfarë dallimi dhe çfarë diferencë e madhe? Tha pejgamberi sallallahu wa salla kadha wa kadha sajdatan, dhe ai ka falur dhe ka bo kaq e kaq sejdë. Gjatë një vitit, nëse Allahu xhelel xhelalu ta ka zgjat jetën ty, ja dikush vjen ndoshta në prag, na sot kemi xhenazë në fshatin ton, është në prag të Ramazanit, nuk i mundsohet ndoshta që ta amrin Ramazanin komplet. Mu dhe ty dhe ati tjetrit na ka zgjat Allahu jetën që ta amrim. Lusim Allahun xhelel xhelalu që të na zgjat Allahu jetën, të na mundson të arrim Ramazanin komplet. A e di çka do të thotë që të arrish Ramazanin komplet? Çfarë diferencë është të arrish Ramazanin e ta shfrytëzosh e ta agjerosh atë? Pejgamberi Allahu tha sa sejdë ka bëuaj. Por gjatë një vitit edhe sa sejdë. Ty që ta zgjati Allahu jetën, edhe sa sejdë shtove ndaj atij tjetrit i cili vdiq Ramazanin e kaluar, e arriti Ramazanin e kaluar, por sot nuk është në mesin tonë. A i vdiq dhe shkoj te Allahu xhelel xhelalu, unë dhe ti ende jemi gjallë. Mos vallë dëshirojmë që na ti humbim sejdët dhe ta humbim edhe këtë Ramazan, ta neglizhojmë edhe këtë Ramazan. Pejgamberi Allahu të vëllezër u përgjigj duke thonë sa bejnehuma, në mes tyre dyve, tha largësia dhe diferenca është aq shumë dalluese sa në mes qiellit dhe tokës. Dhe një vit pas, ai nuk qëndroi edhe një vit pas, a nuk ja arriti Ramazanin dhe ta agjeroi, e të bën e kaq e kaq sejdë, o vëllai dashur musliman, ai i përgatitur për këtë Ramazan që ta shfrytëzosh dhe ai ke vendosur ti pikat e tua, apo dëshiron dhe këtë Ramazan që ta anashkalojsh? Si mundet që të anashkalohet ky Ramazan i cili të ngren këto grade dhe këto shkalla, të jep përparësi në xhenet futet para dikuj me vepra shumë? E ki shancën në këtë Ramazan që na këtë muaj të shfrytëzojmë. A ka mundësi që dikush ta neglizhon këtë muaj ende e ta kap muaj Ramazanit dhe ai përsëri të qëndron në harame, përsëri në loja, përsëri ta anashkalon dhe mos të intereson se vjen, e ta harron bile se vjen Ramazan, e as mos të intereson se ka namaz, se ka ibadet, e ta shfrytëzon këtë muaj? Dije se o vëllezër, nëse jen nga ata të cilët privohesh dhe nuk mund ta shfrytëzosh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara la, poshtë hunda e atij njeriu, qofti në çmuar ai njeri i cili arrin Ramazanin, i vjen Ramazani e arrin fillim në fund, heket Ramazani ende pa ju falur ati mëkatet. Lusim Allahun xhelel xhelalu që Allahu xhelel xhelalu mos na privon nga muaji i Ramazanit që na vjen. Lusim Allahun xhelel xhelalu që Allah të na mundson ta shfrytëzojmë atë, ta mirëpresim atë, ta nderojmë atë dhe të shpëtojmë na në to se është shanca e fitimi dhe shpëtimit. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la was-salatu was-salamu ala an-nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, padyshim se muaji i Ramazanit nuk është vetëm dita të cilët numërohen e as orë të cilët kalohen, por me të vërtetë se është një sezon madhështore dhe është një shans shumë e çmuar, e cila është një tregti fitimprurëse, e cila kushdo i cili punon dhe vepron dhe shfrytëzon atë nuk humb në asnjë mënyrë. Dhe sa ajo është sezona e garimit të atyre burrave besimtarët të cilët e presin me mall dhe ata e kanë dhe një frikë në zemrën e tyre se mos vallë do të privohen e të jesh gjallë, të arrish Ramazanin e mos të kesh mundësi ti ta shfrytëzosh ato, me të vërtetë se është privim o vëllezër. Të ta zgjat Allahu jetën dhe ti pastaj ti shosh të tjerët të shkojnë në xhami e të falin taravi, e të i falin namazet në xhami, e ti pastaj të qëndrosh me duar bosh, është me të vërtetë privim i madh, të t'i bën haram Allahu mirësi.
A di që ka ndan të thore të vjen Ramazani, e ti ende namazin e sabaut, mos të falish mu me xhami, mos të jesh prezent në xhami, të vjen Ramazani ti ende ta neglizhojsh muajin e Ramazanit, të vjen Ramazani të gjithë garojnë që të bëjnë sa më shumë vepra, të lexojnë Kur'an, ti as pak nuk e hap Kur'anin, të vjen Ramazani të hikin namazet me xhamat, mos të jesh në xhami, nëse nuk ke ngirë gjatë 11 muajve, si dëshiron dhe në këtë muaj ta neglizhojsh e të ishtosh punët e tua, dhe të arsyetohesh se une jam me punën. Une nuk e shfrytëzoj këtë muaj. O vllai i dashur musliman, nëse je besnik me Allahun, që ti sinqerisht don ta shfrytëzosh, Allahu do të ndihmon dhe do ta mundson dhe agjerimin e muajit dhe shfrytëzimin e muajit. Për atë të jemi të gjithë të sinqert dhe të vendosim pikat e qëllimit ton, që une në këtë muaj nuk e lëshoj të më ikë sikur muaj tjerë. Kur mos e le që të t'ik ky muaj i cili me të vërtet është shumë fitim prurës dhe është tregti që nuk shterret dhe të shpëton gjithashtu dhe të jep përgëzimet e shpëtimit e të fal Allahu xhelle xhelalu. Në këtë muaj arrihet vlera e madhe e faljes dhe e lirimit të qafave nga zjarri i xhehenemit. Lutim Allahun xhelle xhelalu që të na bën nga ata të cilët e shfrytëzojmë këtë muaj dhe i vendosim pikat që une o Zot që nga sot si të vin ky muaj nuk e lëshoj mo që të më ikë sikur tjerat. Nëse të ikë sikur tjetri, atëherë loj duart e tua se je i privuar nga madhështia e shpërblimit të madh të këtij muaji, por atë të jemi nga ata burrat të cilët do të mundohemi që ta shfrytëzojmë dhe vendos qëllimin ton duke lutur Allahu që të na zgjat jetën dhe të na mundson arritjen e tij prej fillimit deri në fund, e që ta shfrytëzojmë ashtu si Allahu është i kënaqur. Allahu xhelle xhelaluhu e bëft muaj i gëzimit dhe i veprimit për gjithë muslimanët. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.